Ciao ragazzi, sot do bëjmë një dialog të shkurtër për fëmijët. Në rregull, po nuk është të thonë që është edhe për të mdhenj që janë fillestar në gjuhën italiane. Allora, io sono Doriana e mi aiuterà Era, che è mia figlia. Ciao. Cominci tu? Lo fillosi ti? Ok, va bene. Allora, la prima domanda, più ti appare? Come ti chiami? Io mi chiamo Doriana e tu? Io mi chiamo Era. L'altra? Quanti anni hai? Io ho 40 anni. E tu? Io ho 9 anni. Dietro? Da dove vieni? Io vengo dall'Albania. E tu? Io vengo dall'Albania e dalla Grecia. Dietro l'altra domanda? Che classe? Che classe fai? Che classe fai? Che classe fai? Io non studio, io lavoro. Io insegno l'italiano. E tu? Io faccio la quarta. Io faccio la quarta. Ok, atëherë si do thojeti më quaj Nera, jam 9 vjeç, vij nga Greqia dhe nga Shqipëria dhe jam klas 4. Të them? Po. No, Mos emociono. Io mi chiamo Era, io ho 9 anni, io vengo dalla Grecia Albania. E dall'Albania. Io faccio la quarta. Tani është radha jote. Ora Ora tocca a te, pra tani e ke radhën ti, pra në qoftë se doni ta bëni ju këtë. Ora tocca a te. Bëj tani ti. E ke radhën ti, domethënë. Ti Ora ke tocca. radhën tani. Bëni dhe ju, kështu si tha Era, pasi quhe, sa vjeç je, e punon ose studion. Në rregull, pra është fillestari është një dialog i vogël fillestar. Tani bëj dhe ti. Këtë që thash unë. Ah, ok, ta vedo una. Mi chiamo Doriana, ho 40 anni, vengo dall'Albania e faccio l'insegnante di italiano. Si di kaq mirë kjo. Ciao, alla prossima. Edhe lexoj italisht.